Besoj ka përdorur prova dytësore që burojnë nga disa dokumente sekuestruara nga zoti Veseli, duke pasi të dyja fjala si mburoj dhe si armë. Përdoret si armë për të mbuluar boshllëqe dhe mangësitë në provat e tyre dhe si mburoj për të mbrojtur nga përgjegjësitë që kanë për të përmbushur standardet që kërkohen në paraqitjen e provave të prokurorisë në këtë rast. Provat dëshmojnë se gjatë pjesës më të madhe të 98-s ka patur pak lidhje midis këtyre njësiteve dhe kishin një lidhje shumë të dobët me shtabin e përgjithshëm. Lidhje shumë e dobët, pra kur themi këtë, shumë ushtarë të UÇK-s, përfshirë komandantët, nuk dinin as për ekzistencën e shtabit përgjithshëm apo anëtarëve të tyre dhe konkretisht ju referi te paragrafet 104 dosjes tonë. Vetë zonat ishin duke në zhvillim e sipër dhe për pjesën më të madhe të pa formuara dhe të paktën kjo është vlen për pjesën e parë të vitit 1998 dhe këtu ju referi te paragrafet 114 dhe 117 të dosjes tonë. Kjo nuk është strukturë me zinxhir komandues, kjo është një grumbullim njësitesh lokale, njësitesh guerrilla në të vërtetshme për në mënyrë të pavarur dhe horizontale pa ndonjë kohezion apo uniformitet. Dhe brenda shtabit të përgjithshëm në këtë pikë kohore, në këtë moment kohor, nuk kishte strukturë komanduese të vërtetë dhe nuk kishte përcaktim të qartë të përgjegjësive.